Landona Sado është prezantuar këtë të njëjtë si drejtoresha e re e Institutit të Statistikave. Në konferencën e parë vjetore për këtë vit ajo vuri theksin të rëndësia e cilësisë dhe besueshmërisë të dhënave që prodhonin stat në përputhje me standardet evropiane. Cilësia, saktësia, krahasueshmëria e të dhënave që neve prodhojmë, por dhe duke pasur gjithmonë parasysh mbajtjen e një transparence ndaj publikut dhe përdoruesve. Të parafrohemi edhe më shumë me ato që janë standardet europiane. Një nga risitë kryesore të këtij fillim viti është ndryshimi i metodologjisë së llogaritjes së indeksit të çmimeve të konsumit, matësi zyrtar të inflacionit në Shqipëri. Aktualisht shporta përbëhet nga 411 mallra dhe shërbime ku janë shtuar 80 produkte të reja. Gjithashtu është përditësuar edhe lista e njësive tregtare ku mblidhen çmimet me synimin për të siguruar një përfaqësim sa më real të tregut. Në këtë kuadër Nistat publikoi edhe të dhënat më të fundit për inflacionin për muajin janar. Sipas raportit, norma vjetore e inflacionit për këtë muaj arriti në 2.3%. Krahasuar me muajin dhjetor të vitit 2025, çmimet e konsumit u rritën me 0.4%. U ndikua kryesisht nga grupi argëtim, sport dhe kulturë me 4.9%, pasuar nga grupi qera, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera. Shifrat e janarit tregojnë një inflacion të moderuar, por me presione të vazhdueshme në sektor kyç si energjia, qyrat dhe ushqimet, element që prekin drejt për drejt buxhetin e familjeve shqiptare.